Motër Maria Luisa, do doja t'ju bëja një pyetje. Ju, në një studim biblik, thatë se duhet të jemi të fortë dhe trima. Dhe do doja t'ju bëja një pyetje personale lidhur me fanatizmin. Mua, ka shumë njerëz që më pyesin dhe më thonë, ty përse Zoti të përmbush kaq shumë premtime kur ti grimohesh, ti heq vetullat. Zoti na ka mësuar dhe doktrina që ju, Motër Maria Luisa, na mësoni është se ato që duhet të kemi kujdes janë zemra dhe dëshmia apo shembulli i mirë. Do doja që të na shpjegonit se si duhet të përballemi me këto çdo ditë. Mirë, Motër. Pra njerëzit, ose disa njerëz thonë se nuk duhet të grimohesh, të krehesh, të mos bësh asgjë, të mos hedhësh parfum, asgjë fare. Unë njoh besime fetare të krishtera që ndalojnë, është ndaluar të vësh krem në fytyrë, të vendosësh apo të vësh bizhuteri, të lyesh flokët apo të rregullosh flokët. Të gjitha këto janë të ndaluara, të gjitha këto janë mëkat. Unë njoha me këto gjëra kur kisha pak kohë që njoha kishën, kur shkoha për herë të parë në një kishë të krishterë dhe aty më mësonin se të gjitha këto ishin të këqija, se të gjitha këto ishin mëkat. Por gjëja interesante ishte se unë shija në këta njerëz gjëra që ishin shumë më të këqija se sa të rregulloheshe, apo të hidhje parfum, apo të vendosje krem. I shija këta persona që bënin thashë theme, që ishin gënjeshtar, që i shija të shpifnin dhe të mendonin keq për njerëzit. Unë shija këta njerëz që bënin komente, shija një person për shembull që shikonte një vajzë dhe thoshte, ajo vajzë nuk është me virgjër, jo, ajo nuk është me virgjër. Dhe një tjetër thoshte, po, ajo është kështu. Të tjerët flisnin, thoshin, ai person është shumë e pshor, ka shumë intimitet me gruan. Unë mbetesha e shokuar sepse isha thuajse një fëmijë para adoleshencës dhe dëgjoja këto gjëra dhe thoja përse këta persona thonë që janë kaq afër me Perëndin, me Zotin, dhe që mendojnë se çdo gjë është mëkat dhe që nuk duhet bërë kjo apo ajo, as të dëgjojë muzikë, as radio, as të shikojë televizor, madje edhe të qeshje ishte mëkat. Të qeshurit me të madhe ishte mëkat dhe nuk duhet të qeshje me të madhe sepse kjo ishte mëkat. Këto me siguri janë fanatizëm, apo jo? Janë fanatizëm, eksagjerime, por unë shija në këta persona, sepse gjykonin të tjerët, flisnin se një person i bëri një magje tjetrit, se ajo nuk e do atë, por ai e do, dhe kështu me radhë, dhe unë isha shumë e habitur dhe mendoja, pra nuk thonë se kur njerëzit njohin Biblën, se kur njerëzit njohin gjërat e Zotit, njerëzit duhet të fillojnë të ndryshojnë dhe duhet të jetojnë një jetë të shenjtë. Kjo ishte ajo që unë mendoja duke qenë sapo ardhur në kishë. Unë mbetesha e çuditur nga fanatizmi lidhur me mënyrën e të veshurit, ose lidhur me mënyrën e të menduarit se njerëzit nuk duhet vinin asgjë në fytyrë, në trup, dhe jeta e këtyre njerëzve ishte e mbushur me kritika, me gjykime, me lehtësi, duke menduar keq për të tjerët, duke u marrë me thashë theme, dhe kjo gjë më la shumë të habitur. Pavarësisht kësaj, unë realisht u dashurova me Perëndin sepse këto gjëra nuk shërbyen që unë të thoja jo, unë nuk kthehem më në këtë vend, por unë fillova të lexoja Biblën dhe unë shikoja shumë gjëra dhe unë i kisha parasysh për t'i pëlqyer Zotit dhe gjërat e tjera thash unë nuk do t'i bëj ato sepse duken keq, duket shumë e tmerrshme, një mënyrë e atillë të folurit, një mënyrë e atillë të sjellurit, e disa personave që thonë se janë të shenjtë, se janë të përsosur, se kanë të drejtë dhe se kjo është doktrina e përsosur. Kështu ishin gjërat. Kaloi koha, kaluan vitet dhe kur Zoti na dha dhuntinë e profecisë, më kujtohet se Zoti në profeci mësonte burrave dhe grave shumë sjellje. U mësonte se si të silleshin dhe unë shija se gratë vinin të veshura me mënyrën e tyre të të qenurit dhe fryma e shenjtë kur nuk u thoshte se ishin duke mëkatuar, se nuk duhet i bënin këto gjëra kur. Fryma e shenjtë kur nuk u thoshte dhe unë thash nëse fryma e shenjtë nuk i thot asgjë personit, atëherë është sepse kjo nuk është gjë e keqe, nuk është mëkat. Pastaj unë fillova të kërkoja në Bibël ku thuhet se kjo gjë është mëkat, të vësh parfum apo se është mëkat të mbash bizhuteri, të vendosësh krem në fytyrë. Thoja duhet ta lexoj në Bibël dhe logjikisht në Bibël kur nuk do ta gjeja këtë të shkruar qartësisht, por gjeta shumë gjëra gjatë leximit, për shembull gjeta në librin e Isaias, mendoj se në kapitullin 5, kur flitet për ndëshkimin e bijave të Sionit dhe bijat e Zionit përfaqësonin popullin e Izraelit dhe populli i Izraelit ishte një popull që Zoti i kishte dhënë
begati, që jetonin mirë, më mirë se popujt e tjerë, se kombet e tjera, por duke qenë se ata mëkatuan, atëherë Perëndia tha se do t'i ndeshkonte dhe Perëndia i drejtohej, i referoi popullit të Izraelit se të ishin gra. Prandaj u thoshte bijat e Sionit. Sioni ishte vetë populli i Perëndisë dhe bijat e Sionit ishin njerëzit. Perëndia nisi të thoshte se ai do t'ju hiqte gjërat, kjo si një simbolik e ndëshkimit që Perëndia do t'ju jepte. Thoshte bijat e Sionit do të ndëshkohen sepse do t'ju heq parfumet, bijuteritë, do t'ju heq çdo gjë të mirë ato që po gëzojnë, gjitha të bollëk që gëzonin, të gjitha këto bekime, unë do t'ju heq bijave të Sionit, do t'i ndëshkoj dhe do të ketë kalbësira në vend të parfumit. Kështu që nuk është se këto gjëra ishin mëkat, por përkundrazi, ato ishin bekime nga bollëku që Perëndia i kishte dhënë popullit, kështu që ata kishin me bollëk për të ngrënë mirë, për të veshur mirë, për të pasur parfume, për të pasur bijuteri fine, elegante dhe gur të çmuar. Ky ishte bekimi që Perëndia i jepte popullit, që u jepte njerëzve, por si dëshkim për mëkatin Zoti u thoshte se do të hiqte të gjitha këto gjëra, se do të mbeteshin në mjerim, në varfëri, gjë që me të vërtet ndodhi kur qyteti i Jeruzalemit u shkatrua nga perandoria babilonase. Dhe ajo që njerëzit bëjnë është që keq interpretojnë doktrinën, keq interpretojnë Biblën, apostujt po ashtu mësuan njerëzit, thoshin ju mos e tregoni shenjtërinë, mos e tregoni rëndësinë, faktin që ju jeni një person i denjë dhe i rëndësishëm, mos i tregoni këto me gjërat fizike, me rrobat apo me bijuteritë, por tregojeni me virtyte dhe me cilësitë e zemrës. Këtu thoshte, jo sepse ishte gjë e keqe të përdorje bijuteritë apo parfumet apo veshje të mira, jo sepse kjo është gjë e keqe, por sepse në antikitet, në të kaluarën, tregohej rëndësia, kategoria dhe rangu social, tregohej me veshjet dhe me bijuteritë dhe gjërat më të mira që mbanin. Kjo ishte mënyra se si tregohej rëndësia e një personi, që të tjerë ta nderonin, që të tjerë të përkulleshin para tyre dhe të nderonin. Kështu që kjo ishte mënyra në atë kohë e të treguarit të rëndësisë së një personi. Dhe në Ungjillin e Zotit Jezus, apostujt thonë, ju mos vazhdoni me këtë zakonin e të treguarit se ju jeni një person i rëndësishëm, i shtresës së lartë, apo se jeni shumë i pasur, mos i tregoni këto duke përdorur kaq shumë bijuteri, kaq shumë gjëra të egzageruara, por tregojeni me virtytet, me dhuntit frymërore dhe me cilësitë shpirtërore që ju do të keni, sepse Perëndia do t'ju jap dhuntit frymërore dhe ju do të jeni persona me virtyte që do të bëni mrekulli, shenja, persona që Perëndia do t'i përdorë për këto gjëra. Kështu që aty do të jetë bukuria juaj. Bukuria juaj do të jetë në zemër, në personalitetin tuaj, në sjelljen e personit, në mënyrën e të jetuarit të jetës, aty do të jetë bukuria dhe rëndësia e personit dhe për këto do t'ju admirojnë. Juve nuk do t'ju shikojnë se si vini të veshur, se çfarë keni veshur, por do t'ju shikojnë si një person që ka Perëndin. Ky ishte mësimi. Motër, ju me siguri ju kritikojnë njerëzit atje që ju njohin, shoqëria, prindrit, familjarët, ju njohin dhe ju kritikojnë sepse ju ndoshta kreheni, rregulloheni, ndaj ju kritikojnë. Ju mos u kushtoni rëndësi këtyre kritikave të njerëzve, mos u kushtoni rëndësi. U thoni se duhet kërkojmë vlerat, duhet të kërkojmë cilësitë, virtytet, duhet të jemi të edukuar, të dhemshur, të kemi mëshirë, të kemi dashuri, të heqim mërit, inatet, zilin, lakmin, duhen hequr të gjitha këto. Kritikat, thashethemet, këto duhen hequr dhe kështu personi do të duket më i bukur për brenda, jo së jashtëmi. Nuk ka asgjë se si jemi së jashtëmi. Gjërat të cilat Perëndia kërkon nga ju janë së brendshmi, kështu që mos u shqetësoni dhe as mos u ndjeni keq sepse të tjerët flasin keq apo kritikojnë. Mos u kushtoni rëndësi këtyre komenteve. Dhe nëse ju pyetët rreth fanatizmit se çfarë është fanatizmi, po, pjesërisht janë njerëzit me një farë niveli të fanatizmit që keq interpretojnë shkrimet dhe që egzagjerojnë, duke i detyruar njerëzit të bëjnë gjëra që as vetë personat që i mësojnë nuk janë të aftë t'i përmbushin, as ata vetë nuk i përmbushin ato që ju kërkojnë të tjerëve. U vendosin barra njerëzve, barra të panevojshme, gjëra që nuk vlejnë. Ne duhet të kemi një zemër të drejtë, një zemër
për Perëndin, një zemër të pastër, kur Zoti në psalmet thot kush do të qëndrojë në vendin e tij të shenjtë, kush do të jetë atje në prezencën e Zotit. Atje nuk thuhet në psalm ata që nuk grimohen, ata që nuk hedhin parfum, as ata që nuk përdorin bijuteri. Jo, ai nuk thot këto. Ai thot ai që ka një zemër të pastër dhe duar të pafajshme, që është i sinqert, i drejtë, ky është ai që do të jetë në prezencën e Zotit. Gjërat e tjera që njerëzit thonë, atëherë po, njerëzit mëkatojnë duke qenë fanatik, se çdo gjë është e keqe dhe çdo gjë është mëkat. Ne duhet të seleksionojmë. Sot jetojmë në një botë realisht, bota që ne jetojmë është me ligësi, them unë. Muzika, njerëzit, mënyra e keqe të jetuarit të atyre që nuk kanë Perëndin, muzika që tani kompozojnë, muzika që këndojnë, njerëzit duke u maskuar me kaq shumë tatuazhe dhe me të gjitha këto gjëra, jo sepse ky ndoshta është mëkat, ndoshta, por ky është egzagerim, është diçka jo e rregullt nga ana e këtyre personave, është një diçka jo e rregullt. Realisht me kalimin e kohës njerëzit pendohen që kanë bërë këto gjëra, që dëmtojnë lëkurën, djegin lëkurën, që harxojnë më pas kaq shumë para për të hequr atë që kanë bërë. Dhe unë them, njerëzit përse torturohen, përse kërkojnë të torturojnë veten. Atyre që u pëlqejnë dhe që duan të gjitha këto quhen materializëm. Materializëm, as ai bukur tatuazhi, shiko ai plot me tatuazhe, shiko atë në televizor, shiko këtë, shiko atë. Ky është materializëm, sepse personi bën qejfin vetes së vet në atë që do dhe kjo është të kënaqësh veten. Dhe ky është materializëm, sepse në fund vjen dita në të cilën shumë pendohen dhe ka shumë që nuk din, nuk kanë para që të shkojnë atje për të hequr dhe mbeten aty shenjë. Dhe kjo gjë i rëndon dhe tani më është shumë vonë për kapriço, nga materializmi, për ambicie, nga dëshira për të jetuar si të tjerët. Duke imituar të tjerët, ne nuk kemi pse imitojmë asgjë dhe askënd, le të jemi unik, të veçantë, origjinal, le të jemi vetvetja, të lexojmë Biblën, Perëndia na ka folur, Perëndia na ka bërë premtime. Po besojmë në Zot, i kemi shpresat tek ai, kështu që përse të mos jetojmë dhe të mos varemi vetëm nga Zoti, dhe Zoti më pas na i heq të gjitha këto prirje, të gjitha këto kapriço, të gjitha këto gjëra që nuk vlejnë, që nuk kanë kuptim, të gjitha këto Perëndia do na i heq. Ai na i heq këto, nuk është se do të themi sa mëkat të madh ka bërë ai person. Jo, por ai person që vjen, kur vjen ndihet kaq keq. Unë kam folur me kaq shumë njerëz që kanë bërë këto gjëra dhe thonë, jam kaq i penduar, pse i bëra këto gjëra, isha një i marr kur bëra këto gjëra, jam i penduar dhe tani s'mund të bëj asgjë. Kjo është, kështu përfundojnë gjërat. Kështu që le të jemi të arsyeshëm, të mos tregohemi të egzageruar, të mos i kalojmë limitet në mënyrën e të menduarit, në mënyrën e marrjes së vendimeve, por le të jemi të Perëndis, njerëz normal, dhe t'i kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë, që Zoti të na ndihmojë, të na drejtojë, të na mësojë, të na tregojë diçka që Zoti shikon se jemi duke bërë gabim, Zoti do të na mësojë, nëse jemi të sinqert me të, nëse e duam Perëndin atëherë ai na mëson, ai na korrigjon.